Aleta Farshiku, zyrtar në komunën e Gjakovës, thotë se është ndjeri i fyer nga trajtimi që i u bë në prokurorinë e këtij qyteti kur u ftua si dëshmitar. Ta Farshiku tha për Kallzo.com se derisa po intervistoi në zyrën e prokurorit Ali Uka, aty ka hyrë prokurori tjetër, Ali Selimaj, që sipas Ta Farshikut i ka shtruar pyetje personale të cilat nuk lidheshin me çështjen për të cilën po dëshmonte. Në prokurorin nuk kanë shkruar ata Zotin Selimaj, ai ka hyrë, do të thotë ka ndërhyrë duke kaluar prej zyrës ti në zyrën e kolegut ti Zotit Uka. Zoti Uka, prokurori, i ka dhënë hapësinën e nevojshme Zotit Selimaj për të më provokuar, për të më trajtuar si një i burgosur. Por prokurori Ali Uka mojë se kolegu i tij, Ali Selimaj, i shtroi pyetje zyrtarit komunal Ta Farshiku. Është vërtet që prokurori Ali Selimaj ka hyrë në zyrën time. Si zakonisht, qysh ne prokurorët e vizitojmë njëri tjetrin dhe kur prokurori Selimaj e ka parë se jam në intervistë me dëshmitarin Ta Farshiku, na ka përshëndet dhe ka dalë jashtë. Zyrtari në kabinetin qeveritar të Gjakovës Ta Farshiku më tutje tregoi pse sipas tij prokurori Selimaj u sill ashtu me të. Lëvizjet e tij me duart e lidhura, qortimet e tij për gjëra personale, për statuset e mia në Facebookun tim personal, për rikthimin e Sonjes Bakia në punë, do të thotë procese që as pak nuk kanë bëjnë as me rastin, por as me autoritetin tim zyrtar që kanë qenë adet i tirur, do të thotë në këtë seancë. Prokurori Ali Selimaj mohoi se e pyeti për çështje personale Ta Farshikun. Është drejtë ime të hyj unë në zyrët e kolegëve të mi, është drejtë ime që edhe pra shtrej pyetje nëse ka nevojë. Nuk i kam pra shtruar pyetje as nuk e kam cënuar integritetin e tij moral as personal. Selimaj deklaroi se akuzat e Ta Farshikut lidhen me emrimet në prokuroritë e Kosovës. Duke qenë se jemi në fazën e emërimeve të kryeprokurorëve, të prokurorive themelore në tërë Kosovën, por edhe në Gjakovë, si duke marrë parasysh sulmet të parreshtura që në mënyrë të sinkronizuara janë bërë nga një shtab të cilën e përfaqëson dhe ai person në fjalë, dhe i meje për një kohë shumë të gjatë, unë nuk kam koment në deklaratat e atij personit. Edhe nuk kam koment. Qëllimi po dihet, eliminimi im si konkurrent i mundshëm për kryeprokuror të kësaj prokurorie. Por Ta Farshiku, pavarësisht deklaratave të Selimajt, thotë se është ankuar ndaj sjelljes së këtij prokurori në zyrën e prokurorit disiplinor, ndërsa është duke përgatitur edhe një kallëzim penal.